Ministri i Punët e Jashtme i Serbisë Marko Đurić ka biseduar me të dërguarën speciale të Mbretërisë së Bashkuar Karen Pers, duke vënë në dukje destabilizimin e situatës në Kosovë dhe dhunën institucionale kundër popullsisë serbe. Ai theksoi se është e nevojshme të sigurohet paqja, siguria dhe respektimi i plotë të drejtave të serbëve në krahin. Đurić falenderoi Mbretërinë e Bashkuar për mbështetjen e saj, veçanërisht përmes procesit të Berlinit, i cili kontribon në forcimin e bashkëpunimit, besimin dhe pajtimin në rajon. Gjatë vizitës së saj në Beograd, Pers u takua gjithashtu edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrin Đuro Macut. Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković uroi antarët e popullit rom, veçanërisht ata që jetojnë në Kosovë, për ditën botërore të romëve. Ai theksoi se romët së bashku me serbët kanë vuajtur shumë pas vitit 1999, ndërsa ende përballen me sfida të shumta, duke përfshirë këtu edhe diskriminimin dhe heqjen e të drejtave. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha në Mitrovicën e Veriut se institucionet punojnë në interes të gjithë qytetarëve dhe se nuk ka diskriminim në punën e tyre. Vërejtjeve të gazetare për një pamje të ndryshme në terren, ai u përgjigj se shembuj të tillë nuk ekzistojnë. Kurti deklaroi gjithashtu se me rastin e përvjetorit të vdekjes së Selver Haradinat, ai vizitoi familjen e tij duke pretenduar se institucionet serbe ishin pas vrasjes së tij. Gjatë qëndrimit e tij në Mitrovicën e Veriut, ai hapi ndërtesën e re të administratës tatimore. Politologu Ognjen Gogić vlerësoi se njoftimi i ligjit të ri për shështetësinë në Kosovë duhet të shihet në kontekstin e ligjit për të huajt të zbatuar së fundi, i cili trajton shqiptarët etnik pa dokumente të Kosovës si të huaj, duke vënë në dukje se kjo është gjithashtu një përpjekje për të fituar mbështetjen e diasporës së pritur për vetvendosjen. Analisti Artan Muhaxhiri thekson përveç dimensionit emocional të çështjes së diasporës, ligji ka edhe një rëndësi të qartë politike për Albin Kurtin, i cili gëzon mbështetje të madhe në diasporë dhe fiton shumicën e votave. Politologu Ivan Tomić nga Graçanica bën një vlerësim të ngjajshëm duke deklaruar se kjo rregullore krijon kushte për shtetësi të dyfisht, por edhe se iniciativa vjen në një moment të përshtatshëm politik, sepse regjistrimi në shtetësi do të thotë edhe regjistrimi në listën e votuesve. Ngjarja e dielja e pashkëve në Shetitore ka filluar në organizimin e komunës së Mitrovicës së Veriut, shfaqja e ansamblit folklorik Bozhuri i Kosovës dhe programi i Qerdhës Danica Jaramaz tërhoqën vëmendje të veçantë. Si pjesë e ngjarjes u mbajt një pazar humanitar me produkte të punuara me dorë, duke përfshirë veste dekoruara të pashkët dhe vepra arti, ndërsa studentët e fakultetit të arteve ekspozuan vepra të destinuara për shitje për qëllime humanitare. Në fakultetin e mesimdhënies në Leposavić u organizua një punëtori e pashkëve për nxënësit e klasave të ulta të shkollës fillore Leposavić me emrin "Le të shoqërohemi, të krijojmë dhe të festojmë Pashkët së bashku". Me të vegjëlit përmes lojës dhe aktiviteteve krijuese morën pjesë në ngjyrosjen e vezëve të pashkëve, duke bërë kartolina urimi më të bukura si edhe në garën e mbajtjes së vezëve në lugë. Lojtarët e pashkëve dhe punëtoria për fëmijët u mbajtën sot në shkollën fillore Mbreti Milutin në Graçanicë. Ngjarja, magjia dhe aventura e pashkëve mbahet për herë të tretë në organizimit të organizatës turistike Graçanicë. Edhe para këtyre pashkëve, më të vegjël patën mundësi që së bashku me mësuesit e tyre të vizatojnë dhe zbukurojnë vezët e pashkëve. Në bashkëpunim me shërbimin e transfuzionit të qendrës klinike dhe spitalore në Prishtinë me Selinë e Graçanicë, Kryqi i Kuqi Lipjanit organizoi një fushatë vullnetare dhe dhurimit të gjakut në shtëpinë e kulturës në Gushterisë të Poshtme, dhe një numër i madh qytetarësh të Kosovës qendrore ju përgjigjen thirrjes. Sekretari i Kryqit të Kuq Lipjan, Stefan Zhivić, theksoi se kjo është fushatë e parë vullnetare për dhurimin e gjakut këtë vit dhe se qëllimi i saj është të siguronte njësitë e mjaftueshme gjaku për funksionimin normal të shërbimit të transfuzionit në Graçanicë, si dhe të inkurajojnë dhe motivojnë dhuruesit e ri të gjakut.
Moti nesër në mëngjes me ftohtë dhe gricat e lehta, ndërsa gjatë ditës pjesërisht i vranet me intervale me diell dhe pak më freskët se sot. Pasdite mund të ketë shi ose reshje lokale, afat dhe në disa vende edhe bor afat në rajonet malore. Temperatura e mëngjesit do të jetë nga -1 deri në 6, kurse më e larta ditore nga 10 deri në 15 gradë Celsius.